I madhi Zot Xhella Xhelaluhu shumë herë në Kur'an i urdhron besimtarët duke i thënë: "Wa ati dhal qurba haqqahu." I jepi hakun, çoje në vend të drejtën e gjakut dhe farefisnisë. Kush dëshiron që Zoti t'i shtojë jetën, kush dëshiron që Zoti t'i shtojë pasuninë dhe suksesin në jetë, le t'i ruaj lidhjet farefisnore. Le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Në hadithin që unë e përmenda pak më herët, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo që t'i shtohet jeta. Çfarë ka për qëllim kushdo t'i shtohet jeta? Shumë për dietarëve të Islamit thonë se i ndrohet data e vdekjes, që do të thotë, nëse në barkun e nonës i është shkruar se ky njeri do të vdesë në X mosh, mirë po ky njeri gjatë jetës tij është korrekt me farefisin dhe gjakun e tij, i fshihet data e vdekjes që është shkruar në barkun e nënës se kur do të vdesë dhe i ndryshohet në një datë tjetër. Dhe një pjesë tjetër e dietarëve të Islamit thonë se kuptimi është aq sa të jetojë ky njeri, Zoti ja bën jetën të begatë, të mbarë dhe të mirë dhe të suksesshme. Dhe një grup tjetër ulemash dhe dietarësh thonë se të dyja kuptimet janë të sakta, edhe e para dhe e dyta, dhe kjo është më e sakta, insha Allahu Taala, me shpresë të Zotit Xhella Xhelaluhu.